që fut. A mund jetë i përfshirë Rama në Duset Epstein? Ose Albini, ose ish presidenti Hashim Thaçi? Albini nuk e besoj, po Rama edhe mundet, aq më tepër që në vitin 2018 flitet që avioni Epsteinit Lolita Express ka qenë në Tiranë. Dhe kam dëgjuar që mund të ketë fjetur dhe një natë në një hotel në Dajt, në një resort luksos ku mund të ketë pasur edhe jo rituale satanike, po perversitete seksuale të ndryshme. Evi Kokollori ti po besoj një, e mohoj atë që tha Blendi Fevziu në emisionin e tij, se tha, domethënë ato të bileta, domethënë të avionit ALB, nuk janë për Tiranë, por për Tiranë dhe për Shqipëri është TIA. Aja para pashtesa. Domethënë se Blendi Fevziu tha që ka pas avioni Epstein ka orë në Tiranë, edhe ka argumentuar me faktin se në biletat e tij ka shkruar ALB. Dhe me Albania, por aja tha për Albaninë nuk përdoret ALB, por përdoret TIA. Çka mendon ti? Nuk i di këto ulësit. Kam dëgjuar disa gazetarë që kanë thënë që avioni Lolita Express ka qenë në Tiranë në vitin 2018. Nuk di sa është e vërtet, kupton? Ata që e kanë thënë mbajnë përgjegjësi, por në qoftë se madje shtën që ai ka dendur dhe një natë, edhe ka dendur në një hotel në Dajt. Nuk i di sa janë të vërteta këto gjëra, por këta perversët e rilindjes nuk e kanë problem të bëjnë gjëra të këtilla. Madje, siç ta thash, ata flitet që aty ke Agasi kanë atë ishullin e tyre të Epsteinit dhe ka, siç kam dëgjuar, me mira orë xhirime, të cilat i ka spaku. Nuk e di se sa është e vërtet kjo, po ka shumë njerëz që janë afër këtyre rretheve që e thonë. Ku kanë bërë këtë ritual edhe të na? Po. E në Kosovë ka kështu të tillë? Për Kosovë nuk e di, s'mund të flas pa fakte. Albini më duket më serioz këtu, po nuk më pëlqen në lidhje me mbështetjen e këtyre agjendave LGTB dhe këto të wokizmit. Në asnjë mënyrë këtu nuk duhet të ketë wokizm, që të gënjejnë në këta shoqatat e LGTB-ve të thonë që në Kosovë për shembull ka 10% ose 15% të shoqërisë të regjistruar nga institucionet e Kosovës me gënjeshtra ku ju japin lek kalamajnëve dhe thonë deklarohu që jam homoseksual ose ku e di unë lesbike këto femrave dhe e fryn numrin me mënyra të qëllimshme dhe thonë nesër që ne jemi 20% në Kosovë. Dhe ne duam të drejtat tona. Kush janë drejtat tua? Ne duam 20% të vendeve në administrat, i duam ne. Edhe për shembull në përzyrat e shtetit, do thot Albini ose kush do vinë mbas Albinit që 20% do t'ju ruhen këtyre shoqatave të LGTB-s. Dhe duke pasur këta gjithë të vende pune, dhe duke qenë në fakt më pak, as 2% ose 1% e shoqërisë, po duke gënjur jemi 20%, me ndihmën e këtyre ndërkombëtarëve të Sorosit që ndjekin këto agenda për t'i futur njerëzit në këto rrugë që të mos riprodhohen dhe mos shtohen, pra të depopullohen në vend të luftës. Kjo është një lloj lufte tjetër në paqe që bën që ikën një gjenerat pa lënë pasardhës, sepse janë homoseksual ose më kupton? Nuk lindin fëmijë, rinë 2 burra ose rinë 2 gra. Edhe bëhet depopullimin. Edhe bëhet depopullimin. Qofse këta për shembull janë 10% në një shoqëri në Francë për shembull, 10% e shoqërisë nuk riprodhohet dhe zhduket mbasi kalon një brez. Më kupton? Prandaj nxiten këto për depopullim. Kjo është qëllimi. Po se ke thonë ka shumë mënyra te komiteti i tregjendëve, ke thonë në një emision se zgaboj te Turi i ndier, Artur Zhej ke thonë që këta e kanë edhe një metodë nëpërmjet klorit, nëpërmjet ujit edhe klorit. Po, nëpërmjet klorit këta ulin potencën seksuale të meshkujve, po këto po e realizojnë tash edhe nëpërmjet avionëve, po mungesa e riprodhimit shkaktohet edhe nëpërmjet vaksinave. Edhe nëpërmjet vaksinave. Po, sidomos nëpërmjet